Пелистер оној прв надпред што го споменав со голот на Стојанов, што беше решен на 6 гола против Шкупи во Кавадарци и 6 гола против Брера на истиот овој. Асистенции и плюс 1 гол за него. Го нема најдобриот асистент Кристијан Стојковски, кој на 4 гола додаде уште 9 асистенции. Сандар Истовски грешка и да видиме има ли услови за шанса нова. Сила, удар на Лусијаниньо, добра интервенција на Јовчевски. Првата шанса. Одлично земена топка. И да видиме шанса за четврти погодок. Асистенција Лавал, Лусијаниньо. На гол против Кавадарчини оваа сезона. Во гости. Лусијаниньо за Тиквеш. Топка стигна до него. Еве го Лусијаниньо ја прима оваа топка Виздом, десно се нуди таму и Камара. Добива топка Виздом. И каде сега? Лусијаниньо. Потегна бразилецот, не успеа и Николов, ја задржа топката Лусијаниньо, па сега Георгиевски и Виздом комбинираат. Interesante. Pasi që 3 të tilla shumë e vështirë përballë një shkëndije që është superiore. Webster e fiton duelin. Si rekrijuar. Aures Bucar. Ka faul për Tambën. Parazimin në këtë ndeshje. Topi në zonë, një tjetër goditje e mbuluar. Arrin Gajeve. Hapësire krijuar, një topi për Kamara. Goditje Këndi, topi në thellësi aty, me ligji kërcen, por vazhdon edhe njerë ofensiv këtë goditje. Vin krosimin në zonë, kërcen aty Petrović, Eman Silva, e kthen mbrapa, një mundësi tjetër. Luscianinho. Goditje dënimi për skuadrën e Tikfeshit, por vazhdon loja. Braziliani, shumë i rrezikshëm, Luscianinho, vetëm 21 vjeç, syll. Kush në lojës është shfutur edhe Mojsov, veterani i skuadrës. Goditje fort qendrore, Luscianinho, posedon goditjet mire. Mojsov. Luscianinho. Sylla. Websterin e ka Al Hasan. Luscianinho. Vin krosimin në zonë, kërcen Stojanov. Është aty Sadik, por Тодоров. Лусијаниньо, сила, поврат на Тодоров. Ево шанса да центрира. И само 3 примери. 4 победи и 1 нерешен резултат во претходните 5 кола. Практично од последниот пораз на Силекс на 1 март до овој нов дуел со Кратовци. Да видиме, Најдовски, центар. Лусијаниньо со глава кон сила. Одлично таму се обиде меѓу противникот, освен голманот Стевковски секако. Камара за Лусијаниньо, добар прием. Продолжува Тодоров. Центар шут, но право во раците на голманот Лупче Джеков. За стоперот Тодоров. Лусијаниньо.
Сила далеко од опасната зона, ќе успеат ли да дојат до нека позиција? Пропушти Норнација, гол Лубов. Отскок на таа топка, незгодно пред голманот Љупчо Джеков на одбрани. Да видиме сега. Topka kон Sadik ne uspea da dojde do pozicija. Apo 6 triumfe në 8 ndeshje të mundshme në pjesën e dytë të këtij sezoni, duke filluar nga viti 2026. Travali i vendasve nuk ja del. Janë misa sulmin e vendasve. Nuk e tentuar përpara për Saitin ndoshta Ribeiron dhe duke gabuar, ka kushte për kundërsën të mysafirëve në të gjatë është Syla për ekipin e Tikveshit, një prej gjithsej 4 futbollistëve të huaj që luajt në formacionin titullar sot të ekipin nga Kavadari. Fanli Syla, i cili vjen nga Guinea. Janë 2 futbollistë bashkë edhe me Kamaron që vinë vetëm Mishov nga gola shënuesit asaj sfide për momentin është në lojë. Java e 14 Tikveshi fitoi 3-0, gola shënuesi Ivanovski, Stojanov dhe Jonus. Nga këta lojtarë në krahasim me 13 ndeshje që i ka zhvilluar Sini Koçir. Në 11 udhëtime deri më tash ka bilans të përgjysmuar me 5 fitore, po aq barazime, apo po aq humbje më thënë dhe një barazim. Gol gjatë tinori dhe me shumë sukses. Por aq minuta sa kanë luajtur në fush në ligën e parë të futbollit në vendin tonë. Tash të shohim ndoshta hapësirë për skuadrën mysafire, mirin. Rikthen për portierin e tij Stefkovski. Lucianinho, prej lojtarëve që luajtën më së paku ndoshta në pjesën e tanishme të ekipit të Tikveshit, ja ku e kemi brazilianin. Travali aty dhe hapësira mbi të gjitha për Kebib Saitin, do të bashkohen nga Gjata dhe Panovski, por Saiti mirë mendon për ta kërkuar, por pa e gjetur. Gjithashtu mirë Avornjon. Loj luftaror. Tikovski, Grushton. Kondërzbritje për Brerën. Elvjer Kamara. Musa. Krosimi Najdovski. Çfarë kërcimi. Borse Hristov, strategu i Tikveshit, sot ka nxjerrë formacionin më të mirë në të cilës Stojlevski nga e djallë peshte, Makic. Së parë në të vërtet, skuadra e Tikveshit më dominante. Luciano, Makic. Luciano. Taset. Për ndryshe skuadra e Brerës javën e kaluar i shkaktoi tele e rezultat 2-1. Stevkovski. Luciano edhe njëherë. Internacionalisti nga Brazili. Në mesin e 2 futbollistëve arri e shohim në terrenet tona futbollistike, por edhe më qërë. Luciano nuk dorëzohet. Luciano a do të ketë edhe gol të 5 për skuadrën e Koçire. Shkoj pak. Nga e majta Brera ndodhet para një katastrofe të vërtetë. Do t'jetë kjo edhe njëherë Stojanov